Sot me 5 dhjetor shënohet dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, e cila ndëron kontributin e vullnetarëve për angazhime në mënyrë të ndryshme, përmes të cilave jo rrallëherë mund të bëhet edhe ndonjë ndryshim në botë. Disa qytetarë që sot i takuam thanë se ndjehen shumë të lumtur që vullnetarizmin e kemi shumë të theksuar. Janë dy aspekte, përka ana financiare sa na mundsojnë mundësit, kurse përka ana shpirtërore jeni tepër të mëdhej. Unë sipas mendimit tem, sikur populli shqiptar, asnjë popull tjetër nuk ka vullnetar, po sa janë mundësit, sa janë mundësit në krejt tjera, po me çdo kusht në atë mundësinë e vet, çdo njoni ka që jep ndihmë tjetrit. Për rëndësinë e vullnetarizmit të informuar madje edhe praktikues janë edhe moshat e reja. Të gjithë njerëzit nuk ka rëndësi mosha, duhet të jemi vullnetar për gjërat tona tipike, për shembull nxënësit duhet të jenë vullnetar në shkollë, të rritërit për shembull prindrit tanë duhet të jenë vullnetar në punët e tyre kryesore të tjera. Ne nxënësit e shkollës tonë kemi marrë pjesë edhe në kryqin e kuq dhe i kemi ndihmuar shumë që janë në nevojë. Kjo ditë shërben për të ngritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e vullnetarizmit dhe për të inkurajuar më shumë individ që të bëhen pjesë e këtyre nismave. Sot vullnetarizmi është më shumë se një akt i thjeshtë i ndihmës. Përmes tij kryen veprime të shumta që në shumë raste përmirësojnë jetën e individëve.